Profesor, një humbje e thellë sot nga Interi, nisoi një rezultat që as ju vetë nuk e prisni. Çfarë ndodhi, çfarë nuk shkoi? Të them të drejtën, jam shumë i zgënjur me zgjidhjen, sepse nuk ishte rezultat që e prishim. As ëndër nuk do ta çosha këtë lloj rezultati. Kishim përgatitur ndeshje ndryshe. Vajzat nuk treguan asnjë gjë në fushën e lojës, as ato vajzat më kryesore, pra nuk mund të thënë 1-2, po gjithë ekipi ishte totalisht jashtë loje. Mund të them ishte një ditë e zezë për ekipin tonë, sepse me këtë rezultat, them drejtën, nuk ishim përgatitur kurrësi, sepse mund të mendoshim një humbje nga Interit, sepse edhe diferencat janë midis klubeve, por jo me këtë rezultat. Vajzat duket i mujti emri Interit. Ekipi i Interit ju uroj suksese në rrugtimin e tij. Them drejtën, ato e kryejnë detyrat. Shkurt muhabeti, ne nuk kryejmë asnjë lloj detyre që kishim punuar gjithë kohën dhe kishim përgatitur për fushën e lojës. Tu fillon nga partia dhe duke marrë të sulmuesi e fundit. Duke se jemi pak kënaqur me të gjithë lojtarët. Po diskutojmë që jemi pak kënaqur me të gjithë lojtarët, sepse siç thash më përpara kishim përgatitur ndeshje ndryshe dhe vajzat nuk kryejnë asnjë lloj detyre. Sipas jush, thash nosha emri Interi, jo nosha pa emrin Interit ishte ai që i mujti vajzat tona. Profesor, sipas jush vajzat dolën nga detyrat taktike apo patën ndonjë problem tjetër? Jo, totalisht dolën nga detyrat taktike. Nuk them se kishin problem tjetër, duket kishin me një pesimizëm fushën e lojës, gjë që na e kena thënë, kena fol, kena mundu me rrit moralisht, gjithë kohës me fol për me rrit moralisht, me i tregu se kush ai Interi, me i tregu sepse janë jo vetëm Interi, po çdo lloj ekipit në këtë turn janë ekipet e forta, por vajzat duket i kishin marrë me një pesimizëm, vajzat i kishin marrë me frikë dhe nuk kanë asnjë lloj detyrat që ja lehtësuan shumë punën e Interit. 7-0 në Milano, një javë më pas në Loro Borici, shifra të thella, por vllaznia duhet luajë futboll? Vllaznia normalisht që do luajë futboll, do shkojmë të tregu ato që vlerat reale që ka vllaznia, por 7-0 është flet rezultati, nuk keq flet për ndeshjen e kthimit, por thjesht do të tregojmë ato vlerat tona që ka vllaznia. Do mundona të rrisim moralisht të vajza dhe të kryejnë ato detyrat që shikojnë në çdo ndeshje tjetër. Vllaznia është një skuadër me eksperiencë, profesor, në Europë. Çfarë ndodhi sot për te asaj lojës në fushën, duke marrë parasysh eksperiencën e vllaznisë, Ligën e Kampionëve me Juventusin, pra çdo vit në Europë? Vllaznia është ekip me eksperiencë. Normalisht është ekip me eksperiencë, por mos ta harrojmë se nga vllaznia asaj eksperiencë nga vllaznia që ka luajtur Kupat e Europës në Champions League, ka shkuar në grupe, janë vetëm 2 vajza, 3 vajza. Dhe ka vajza shumë të ardhuna këtë vit, paktën janë rreth 14 vajza që kanë ardhur këtë vit dhe normalisht ato don kohën e vet të harmonizohen me grupin, të mendojnë, të punojnë fort dhe të lozin ashtu siç kërkon të lozë vllaznia, sepse janë vajza të ardhuna nga shtete të ndryshme, ata janë në ato ekipet që kanë luajtur, mund të kenë luajtur futboll tjetër, është mentaliteti i veti, sidomos i futbollit Amerikës Latine që të lozin përpara, të lozin lehtë, jo më të lozin taktikisht si shlet Europa, dhe pra nga ajo vllazni që ka bërë paraqitje shumë të mirë Kupën e Europës, janë vetëm 3 vajza. Kështu që është na del një punë shumë e madhe, ku Europa marroi për ne, se nuk mund të shohim ëndrrën si hap me mendu që mund të kthehet kjo rezultat, por duhet me punu shumë që të paktën në vazhdimsinë ta kena sa më të mirë. Profesor, ju pam në fund të ndeshjes që shkuat tek tribuna tifozëve ku ishin shumë shqiptarë dhe sidomos shkodran. Patjetër meriton respekt të tifozët që ju ndosën prej afër. Normalisht që meriton respekt, aq më tepër mas i zhgënjimit që i llame, ne jena gjithmonë të detyruar të shkojmë te tifozët, se tifozët janë lojtarë numër 12 i ekipit tonë, tifozët janë ata që na mbështesin si në fitore ashtu edhe në humje, pra jo e pa vetë, megjithëse na humbin në rezultat të thellë, ata prapë na duhet trokitën dhe na pritin deri në fund që ndeshja, aty nuk lëvizin nga vendi. Pra ka një respekt të zakonshëm ato lloj tifozësh dhe i falenderoj shumë. Jo vetëm ata që kanë ardhur, që jetojnë, punojnë në Itali, por gjithë ata tifozët që kanë nga Shqipëria pas afat me na njeh ne. Faleminderit për tyne. Faleminderit. Suksese profesor, javën e ardhshme. Faleminderit për jush, javë e ardhshme. Të bëjmë lojën tonë. Kaq.